të nderuar shikues, rikthehemi me pjesën e dytë të përballjes ndërmjet Borës dhe Go Plus Pejës, 49-54 pas 20 minutave të para, edhe pse Peja në çerekun e parë pati përsëri prej 15 pikëve, një çerek i dytë shpërthyesi Borës me 32 pikë. Ishte vendimtar në rikthimin plotësisht në lojë, Bora e shkriua në disa momente edhe deri në 2 avantazhin e pejanëve, gjithsesi në asnjë moment nuk arritën që të marrin avantazhin, të paktën në këto 20 minutat e para tek Peja. Më i dalluari ishte Green me 14 pikë të realizuara, ndërsa në anën tjetër tek skuadra e Borës fenomenal pas pjesës së parë ishte Adem Mekic, 14 pikë. E për post 14 pikëve, a i shtoj edhe 2 gjashe, 6 asistime e 6 kërcime, teksa i pati edhe 2 topa të vjedhur, performancë me të vërtet fantastike, ku shpërtheu Mekic, por shpërtheu në çerekun e dytë edhe Rezart Mehmedin me 9 pikë të tij, që e riktheu plotësisht në lojë skuadrën e Borës. Po i shohim trajnerët tashmë duke i dhënë edhe këshillat e fundit para se të fillon pjesa e dytë, që do të shohim a do të jetë pa aq intensive sa ishte çereku i dytë i kësaj përballje, do të arrijë skuadra e Borës të bëj diçka më tepër. Mos harrojmë deri më tani bilanc të kundërt kanë këto dy skuadra, përderisa Peja i ka marrë 2 fitore të mëdha në 2 derbi, fillimisht duke mposhtur Trepçën këtu në minatori, më pas edhe Golden Eagle Yllin. Në anën tjetër, skuadra e Borës pësoi në gjirën e parë kundër Lavesi 0-29, ndërsa pësoi edhe në duelin e dytë ndaj Sigal Prishtinës, me çrast tashmë është larguar dhe trajneri Ljubomir Minçev. Gjithsesi, sot Bora udhëhequr nga ndihmës trajneri Lori Klokoçi, po tregon shumë më tepër energji. Do të shohim a do të arrijë të marrë ndonjë fitore eventuale ndaj Pejës. Johnson shkon deri në fund, nuk arrit të realizojë, marrin topin edhe një herë. Pejanët gjuan në sekondën e fundit të aksionit kapiteni Dardan Berisha, i cili e realizon pikën e tij të 11 pas 3 tresheve në pjesën e parë. Vjen dyshja e parë e Berishës, Jackson tek Singleton. Dhe në topin tek Mekic, do t'jenë edhe 8 sekonda deri në përfundim të sulmit. Ukaj deri në fund, pasimi i mirë ishte nga Mekic, por nuk arriti të realizon. Ukaj, Berisha e gjen depërtimin e kthen topin tek Green, gjuan për 3, realizon. Green për tu shkëputur në plus 10 shpejt. Vin 5 pikë të Pejës për të rikthyer repërsin 2 shifrore për 49-59. Mehmedi tek Singleton. Ukaj. Mehmedi për 3. Rezart Mehmedi. Shkurtër gjuajtja topin në duart e Dardan Berishës. Mala Green. Vet deri në fund. Realizon. Por ndalet edhe me personale nga Ukaj. Golitje fantastike e Green. Shohim edhe një herë, teksa e ka edhe një personale. Edhe një herë skuadra e Pejës i ndez turbinat, ashtu si që ndezin në çerekun e parë, krijon tashmë e përsi 2 shifrore dhe e detyron trajnerin e Borës Lori Klokoçi të kërkojnë time-out. Rikthehemi pas time-outit. Rikthehen lojtarët në fushë, teksa Green do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Edhe të vazhdon t'jetë më i dalluari në këtë përballje. Green qëllon edhe nga vija e gjuajtjes së lirë. 20 pikë nga Green, që ka marrë dhe 4 kërcime. Singleton nuk e lejon depërtimin kësaj radhe Jordan Johnson.
shkakton në hapa mbrojtje e mirë. E Jordan Johnson rëshqet. Singleton e pati presionin e Jordan Johnson, por presioni ishte me trup. Nuk pati kontakt me duar apo këmbë, ajsa e pam edhe ne. Malja, tek Berisha për 3 pik. Nuk qëllon. Dardan Berisha që i ka realizuar pra 3-3 në pjesën e parë. Shkon ai top tek Rezart me Medi, ai nuk gabon. Qëllon të rishe Rezart me Medi. Shtreshja e tretë nga 7 tentime dhe pika e 12 me Medit. Shkrien edhe njerë në 10 avantajin. Malja dalet vetë në gjysmë më distant, nuk pa disgjidhje tjetër, topi kthehet në duart e tij, kthen te Jordan Johnson. E shkurtër edhe e tij gjuajtja. Mekic. Nukaj. Nukaj, afër ti. Musab Malja. Edhe pse Herndon i doli përpara, Nukaj arrin të realizon. 5-4 me 62. Shkon presioni me njerë tek Berisha. Arrin të gjen Maljen, cili pason lëtësisht gabim dhe ndal kundër sulmin. Shojmë edhe një momentin e personalës Musab Maljes. Do të kemi zëvendësim. Armstead në lojë në vend të Musab Maljes. Singleton tek Mekic. Shkon pasimi tek Jackson. Asistim perfekt i Adem Mekic. Po vazhdon Mekic me lojë fantastike. Asistimi 7 i tij sonte. 5-6-62. Jordan Johnson. E gjen korridorin. Nuk arriti të realizon. Kërkon faul jo sportiv Jordan Johnson. Shojmë edhe një herë. Është jo sportive. Pasi u konsultuan pjushja e gjyqtarëve Kurtalani e Vitaku, u konstatuar që ishte faul jo sportiv i Tyson Jackson. Ndaj Jordan Johnson, që do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë dhe skuadra e PES do ta ketë edhe pronësinë e topit. Qëllon Jordan Johnson në tentimin e tij të parë. Pika e 10 e tij, 9 asistime i ka deri më tani. Fenomenal Jordan Johnson. 11 pikë, një asistimi duhet për double-double. Ka marrë dhe 3 kërcime playmakeri. 56-64. Jordan Johnson. Topi tek Armstead. Vetë shkon deri në fund, nuk arrit të realizon. Topi kthehet në duart e tij në mesin e 3 lojtarëve të Borës. I fundit ishte Singleton. Ai që e preku topin, presioni Malcolm Armstead. Në disa momente eksperienca e lojtarëve tek PEA flet shumë. Nuk i lejoj lehtë ta marrin 3 lojtarë të Borës topin, teksa Dardan Berisha gjuan për 3. Asë radhe nuk qëllon. Mekic tek Mehmedi. Singleton, Mekic. Ukaj, afër tij është Green. Rëshqet Ukaj. Teksa Mekic bën presion, edhe Armstead, topi në duart e Singleton. Adem Mekic nuk qëllon. Jackson është në kosh, realizon, vin pikët e skuadrës së Borës. E bam një hallakam në fush, por
Përfundon me pikët e skuadrës Prishtinase. Du të kemi zëvendësim tek Peja. Herndon do t'ullet Edwards. Kthehet në lojë. Johnson. Edwards. Ka faul. Personalja e Jackson e dyta do t'jetë edhe e tij. Vetëm Ronukaj deri më tani tek Boraj, ka 3 personale. Apo jo. E gjithsesi duke shikuar tabelën zyrtare, personalja është e Jackson. Edwards realizon në tentimin e tij të parë. Në të dytën nuk është i saktë, me Eduardi në kërcim. Adem Mekic. Kërcimi i tij 8. Mekic. Kësaj radhe nuk shkon asistimi. Falni, pasimi. Armstead është ai që nuk e lejoj të shkojnë ai pasim. Luajti i fundit. Topi do të vazhdon t'i takon skuadrës së Borës. Jackson tek Singleton. Mehmedi për 3. E shkurtër gjuajtja, topi përfundon jashtë. 58-65. 19. Në fakt, 11-9 është në të mirë të Pejës në këtë qerek deri më tani. Topi vjedhur nga Singleton i shpejt, si shigjet, realizon Singleton pas topit të tij të vjedhur për 60-65. Presion ndaj Berishës, topi humbur, Jackson, faul, kosh për Jackson. Momentum i mirë i skuadrës së Borës, 2 topa të vjedhur, 4 pikë radhazi, do t'jetë edhe një gjuajtje të lirë, time out i kërkuar nga trajneri Gibson. 62-65, edhe njerë shkrihet avantazhi i Pejës, në vetëm 3 detyrohet trajneri Gibson të kërkon time out. 4:40 deri në përfundim të çerekut të tretë, rikthehemi pas time outit. Pas momentumit të mirë të skuadrës së Borës, time out i kërkuar për nga trajneri Gibson për të ndalur këtë seri dhe këtë presion që e bëri skuadra e Borës. Jackson do ketë edhe një gjuajtje të lirë, ka mundësin edhe një herë të shkrihen vetëm në 2. Nuk arriti të realizon nga vija e gjuajtjes së lirë. Musab Mala. Bukur ai top i Edwards për Malën, i cili realizon 62-67. Ukaj do të tenton për një treshe, nuk është i saktë, shëni Singleton
E gjen Mehmeti në realizon për 3 pikë. Rezart Mehmeti edhe sot fantastik shkrihet në 2 avantazhi. Edhe sonte jemi dëshmitar sot në fakt të një ndeshje fantastike. Erdhi tentimi. Jo edhe realizimi, ka loj me këmbë sipas gjyqtarit Vitaku që ishte shumë pranë. Ukaj tek Singleton. Singleton e gjen depërtimin, shkon deri në fund. Realizon dhe gjithë shka baras kur janë edhe 3 minuta e gjysmë deri në përfundim të qerekut të tretë. Edhe në këtë qerek shpërthen bura. Vetëm në qerekun e parë Peja dominoi absolut. Malcolm Armstead. Mbrojtje fantastike e Singleton. Në anën tjetër asiston për Adem Mekic. Bora në ebërsi 69-67 shëni pasimin e Musab Malës. Plotësisht I gabuar në aut. Vazhdan presioni I Borës. Fytyr plotësisht ndryshe sonte e Borës për dallim nga paraqitja. Fakt, 2 paraqitjet e para. Singleton tek Ukaj. Mekic. Singleton e gjen depërtimin dhe Mehmetin që gjuan për 3 shkurtër gjuajtja. Robin Duarte, Herndon, Mala. Sab Mala. Herndon edhe njerë tek Mala. Bukur tek Herndon që shkon deri në fund. Nuk arriti të realizon, por do tjetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Qendra gjigante e Pejës. Kemi zëvendësim tek bora. Zeqiri, Jules e Taylor në loj. Ukaj, Jackson dhe Singleton ullën për të pushuar. Me të vërtet ka harxuar shumë energji Singleton. Mjaft aktiv në mbrojtje. 11 pikë I ka realizuar. Ka 4 asistime dhe 5 topa të vjedhur. Thash, shumë aktiv në mbrojtje. Grant Singleton. Por jo vetëm, edhe më herët e potencova duhet përgëzuar loja e skuadrës së Borës, pasi e dim se çfarë forme po kalon Peja dhe çfarë paraqitje ka pasur në 2 xhirot e para. I fitoi 2 derbi dhe sot një Borë fenomenale ndaj pejanëve, po na japi një ndeshje shumë të bukur, qysh në start të xhirës së tretë të Pro Kredit Superligës. Mekic tek Taylor. Edhe njerë Mekic deri në fund. Adem Mekic realizon e rikthen avantazhin prej 2 pikëve tek Bora. Pika 18 e tij. Herndon. Mala. Te Musab Mala. Jordan Johnson dalet, nuk gjuan. 9 sekonda I ka. Jordan Johnson, lëvizje e bukur e tij, zgjedh vetë shkon deri në fund. E shkurtër gjuajtja edhe një në vendin e dur. Adem Mekic me kërcimin e 9 afër dyshifrurit të dyfisht. Por mund të bën edhe triple-double sot pasi ka edhe 7 asistime. Mekic. Ka faul nga Armstead. Në vazhdimsi që nga momentit e para kemi parë duelin ndërmjet Armstead dhe Jetmir Zeqirit në nënkosh. Kësaj radhe personale Armstead. Taylor tek Mekic. Gjuan për 3. Airball nga Adem Mekic. 1:37 deri në përfundim të qerekut të tretë. Kërkon falje Mekic vrehet që është goxha I lodhur. 18 pikë. 9 kërcime, 7 asistime të tij. Mala. Jordan Johnson, nuk gjuan.
Johnson. Mala. Tek Fletton. Gjuan për 3 pikë realizon. Skyler Fletton, pika e 4 të ti. Të nevojshme ishin këto pikë për Peja në këto momente. 71-72. Rikthehet avantazhi minimal kur po i afrohemi minutës së fundit të çerrekut të tretë. Taylor do të gjuan për 3. Merë përgjithësi Taylor, por nuk arrin të realizon. Musab Mala nisë shpejt në kundërsul. Dalet me personale Mala, do t'jetë në vijen e gjuajtjes së lirë. Personalja është e Rezak me Medit, e treta do t'jetë edhe e ti. Shojmë edhe njerë. Gjeri më nga dalsuar personalen. E me Medit teksa ullet për të pushuar edhe Adem Mekic i mbushur me frym. Në loj kthehet Singleton, i cili gjithashtu ishte fenomenal. Për pati koqët pushon paksa. Realizon Musab Mala në tentimin e tij të parë për 71-73. Sakt edhe në të dytën. Musab Mala për të rikthyer përsërin prej 3 pikëve të Go Plus Peja. Kur jemi në minutën e fundit të çerrekut të tretë, por nuk ka problem edhe një herë. Po e shpërthan mbrojtjen. Shumë shpesh sonte. Singleton edhe kësaj radhe e bëri pika e 13 e tij. Jordan Johnson në anën tjetër debërton e kthen topin te Herndon. Deri në fund shkon realizon. Përgjigjet shpejt për të mbajtur avantazhin skuadra e Pejës. Tashmë sekondat e fundit të çerrekut të tretë. Singleton. Do gjuan për 3 Singleton. E shkurtër gjuajtja. Jordan Johnson gjuan nga gjysma e fushës, por nuk arriti të realizon. Përfundojnë 30 minutat e ndeshjes plus 3 Peja. Bora shpërtheu edhe në këtë çerrek, tregoi lojë fantastike. E pati edhe avantazhin gjithsesi Pejanët e menaxhuan që të i mbyllin 30 minutat me përsi prej 3 pikëve. Rikthehemi pas pak me çerrekun e 4. Pra pas 30 minutave tek skuadra e Pejës me 20 pikë po luan Green. Ndërsa nga 11 i kanë shtuar Johnson dhe Dardan Berisha. 10 pikë erdhën nga Edwards, që unë kretë nga banka rezervë, anë personalin e Musab Maljes. E në anën tjetër tek Bora, 18 pikë në nënkërcime, 7 asistime nga Adem Mekic, 15 pikë nga Rezart Mehmeti që i ka qelluar 4 treshe, 13 pikë e 5 topa të vjedhur, gjithashtu edhe 4 asistime nga Singleton. Taylor, Jules, shkon topi tek, jetë Mirzeqiri, 3 sekunda, qëndrën me gjatë se 3 sekunda në nënkosh, por në zonën e lyer. Jetë Mirzeqiri. Jordan Johnson. Fletton
Gjuan për 3, nuk qëllon. Zëqiri. është faul. Nga Skylar Tyron Fletton. Një shojmë edhe njerë momentin e personalës. Tyler, Mehmeti, Gjuan edhe njëherë. Rezart Mehmeti nuk është i sak më i larti. Musab Mala. 9 pikë deri më tani nga Musab Mala. 5 asistime e 4 kërcime. Bukur tek Herndon që shkon deri në fund, por nuk arriti të realizon. Do tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Herndon që po luan me 8 pikë. Green bëhet gati që të futet në loj. Por më qas du tjetë në vend të Herndon. E realizon në tentimin e tij të parë. Saktë të thënë në të dytën. Do të ullet Herndon në lojë në vend të tij. Green, një pesë shumë më shpejt në këto momente nga trajneri Gibson. Në pozitën 5 është Green, shumë më i lëvizshëm e më i shpejt. Por edhe në anën tjetër Jules është më i lëvizshëm teksa shpejt vjen kundër sulmit dhe blokada monstruoze e Jules ndaj Malës. Mehmeti shkon disi topi tek Jetmir Zëqiri që realizon 75-78. Armstead, Jordan Johnson, Green. Fletton për 3. Nuk arriti të realizon. Tyler. Zëqiri, Singleton, edhe një Taylor. Vetë do të tenton për 3 pikë. Nuk është i saktë, edhe njerë kërcimi në sul me merë. Jules. Mehmeti. Deri në fund shkon. Jules, fantastik. E fiton duelin, edhe njerë shkrijet në një ebërsia e skuadrës së PES. 77-78. Johnson tek Mala. Green. Armstead. Mala do të shkon vetë deri në fund, ka shkaktuar faul në sulm. Musab Mala. Besoj që do ta shohim edhe një herë në gjerim të ngadalësuar. A është vendosur në kohë Taylor. Pika gjithsesi janë pranuar nga Musab Mala, teksa shkaktoi faulin masi që e lëshoja top. Vjen tentimi në anën tjetër për 3, jo, por Jules është nën kosh duke i fituar 2 radhazi. Duelet me Green. Më i fuqishëm është Jules, edhe pse thash Green është shumë i shpejt e i lëvizshëm, ndërsa kur po luaj 1-1, Jules po i fiton duelet me forcë. Taylor. Taylor blokohet nga Green Poster. Fletton e shpëton në top. Jordan Johnson. Faul nga Rezart Mehmeti.
Kemi zëvendësim tek skuadra e Peos, shojmë edhe njerë blokadën e Jules ndaj Musab Malës. Ullët pikërisht Mala për të pushuar, teksa kthehet në lojë kapiteni Dardan Berisha. Trajneri Gibson me gjaz do të kërkojnë challenge për të rishikuar edhe një herë rastin paraprak, pretendojnë që ishte në tentim e sipër e lusëm regjin. Atëherë e rishikuan edhe një rastin, dyshe referive, teksa në hapin e parë pretenduan që u bë faulli, e më pas se bëri hapin e dytë, që sipas tyre nuk ishte tentim në kosh. Berisha, Green, se një gabuar i Green. Touch, Green e humbë këta, për ngritet me njerë Hendon. Dherë në fund, shkën Adem Mekic, nuk arriti të realizon, por jetë mirë Zëqiri realizon. 81-80, 6 minuta dherë në fund. Armstead, gjuan për 3, nuk arriti të realizon. Singleton. Mekic, Jules. Pa faul. Nga Green. Tentoj që të vendoset. E ka lëvizur këmbën e majt. Green. Ndërsa Fletton ullët tek Pea. Ta është më do të luan edhe me Hendon, edhe me Touch Green, i cili ngrit dorën ndaj gjyqtarit Kryeziu. Ishte korrekt Green, tha në rregull është. Qëllon në tentimin e parë Jules, po i shojmë më të mirët. Mekic 18.9 kërcime, 7 asistime. Touch Green 20 pikë, 5 kërcime. Tek Pea 82-80. Realizon Jules për 83-80. Kur po i afrohemi 5 minutave të fundit të kësaj përballje. Dardan Berisha kthen topin tek Jordan Johnson. Green. Zgjedh të shkon vet deri në fund, jo të realizon, e merr edhe një herë kërcimin. Kthehet ai topin në duart e Hendon. Jordan Johnson, Dardan Berisha realizon. Treshja e 4 e Dardan Berishës. Barazon edhe një rezultati në 83-83. Kapiteni kuri duhet skuadrës dal në skenë. Singleton në anën tjetër. Blokohet nga Jordan Johnson, ka faul. Vitaku e pa shohem gjyqtari nga lartë që sinjalizon personalen qartën. Edhe lojtarët, teksa shohim edhe kapitenin që shkojnë të
konsultohet me gjyqtarët. Nuk e pranojnë këtë personale. Singleton realizon nga vija gjuajtjes së lirë pika e 14 e tij, tashmë me pikë dyshifrore tek Bora e gjithë pesha startuese. 15 pikë të Singleton, 15 Mehmeti ka, 14 Jules, 11 Jetmir Zeqiri e 18 Adem Mekic. Personale e Adem Mekic. Ndaj Dardan Berishës. Jordan Johnson. Johnson do të ndalet vetë në gjysmë distancë, nuk arriti të realizon. Te topin në duart e Armstead. Hendon, faul i Jetmir Zeqirit. E ngrit me një ardurën dhe nervozohet me vetën. Jetmir Zeqiri, që e shkakton atë personale. Shojmë edhe një herë. Personalen e Zeqirit. Shkon topi në duart e Green. 22 pikë të tij, edhe një herë baraz. 4 minuta e 22 sekunda deri në përfundim të kësaj përballje. Singleton edhe një herë bën slalom e realizon 17 pikë të Grant Singleton. Po e shpërthan mbrojtjen e Pejës në vazhdimsi në anën tjetër. Topi do t'i takon Prishtinasve. Në përkraja e trajnerit Gibson. Mekic. Bukur tek Zeqiri që shkon deri në fund. Edhe ai është i sakt. E skuadra e Borës tashmë e rikthen e përsin prej 4 pikëve. Këtë e përsi e pati vetëm në fillim të ndeshjes. 4-0 kur ishte rezultati, më pas Peja e mori gjithë kontrollin e ndeshjes, krijoi e përsi prej 15 pikëve gjatë çerekut të parë, por gradualisht e pa Borën të rikthehet në lojë, ndërsa kur janë edhe 3 minuta e 45 sekunda deri në fund, ekipi Prishtinas tashmë e ka rëmbyer edhe një herë avantazhin prej 4 pikëve. Kemi timeout të kërkuar, rikthehemi pas pak. Rikthejnë lojtarët e fush. 3:40 deri në fund. A do të ketë Force Bora që deri në fund të mban avantazhin. Hendon. Ndalet me personale nga Jules. Tjetë në vijën e quajtjes së lirë. Hendon. I sakt në tentimin e parë. Hendon. Që tashmë ka kompletuar në fakt jo. I ka 11.
Singleton check. Mekic. Ka presionin e Armstead. Adem Mekic deri në fund, nuk arriti me tabel të realizon. Topi do t'i takon skuadrës së Pejës. Ka kërkuar challenge trajneri Lori Klokuqi. Do të rishikojmë edhe një rastin nëse atëherë u shikua edhe një rasti dhe u konsultuan edhe një herë dyshe referëve Vitaku e Taljani, teksa topi të takon Pejës se pam që dura e fundit që luajti ishte ajo e Adem Mekic. 89-86. Vazhdon avantazhi i Borës, 3 minuta lojë deri në fund. Jordan Johnson. Dardan Berisha, lëvizje mashtruese, Dardan Berisha, edhe një herë, trishja e ti e pest, edhe një herë e barazon rezultatin. Singleton rëshqet, Green me top të vjetër për ka luajtur me këmbë. Nuk arriti që ta lëshon para top, luajti me këmbë. Gjithë qka baraz, 2-24 diri në fund. Shojmë edhe një lëvizjen mashtruese të Dardan Berishës dhe pavarësisht faktit që para ti ishte Singleton e që loj pas treshën e pest të ti nga 9 tentime për të barazuar gjithë shka në 89-89 dëram në qerekun e 4 në këtë përballje. Singleton. Mekic, gjende bërtimin, deri në fund Adem Mekic. Pas një kohë të gjatë del në skenë me pikën e tij të 20 kur i ka marrë edhe 10 kërcime tashmë, ka kompletuar double-double, ka edhe 8 asistime. Dardan Berisha do të gjuan edhe një herë realizon. E kur hin në seri nuk din të gabon. E qëllon edhe treshën e ti të 6. Rikthehet e përsia minimale në anën e Pejës. Shpërthen Berisha edhe një herë. Ashtu si shpërtheu në këtë palestër në duelin e parë kundër Trepçës. Edhe sot. Kuri duhet më shumë t'i go plus Pejës. Treshët e Dardani dali në skenë. Vetëm +1. Go plus Peja, 2 minuta e 17 sekunda deri në fund. Ndërsa kemi time-out, rikthehemi pas time-outit. E shojmë performancën e Dardan Berishës, 20 pikë, 1 asistim, 2 kërcime. Nuk e nisi këtë ndeshje në mënyrën më të mirë të mundshme, por shpërthen në fund kur i duhet më shumë të skuadrës, e riktheu avantazhin minimal. 91-92, Rezart Mehmeti në anën tjetër për të përgjigjur, nuk arriti të realizon.
Armstead. Jordan Johnson. Dalet me personale. Jordan Johnson. Qëllon në tentimin e parë të rëndësishme janë pikët në këto momente. Çdo pikë është e rëndësishme. Pika e 12 e Jordan Johnson, që i ka kompletuar hiç më pak se 13 asistime. Edhe njëri sak, 12 pikë, 13 asistime, kthehet e përsia prej 3 pikëve tek Pea. Lojë fenomenale të nderuar shikues në hapjet kësaj xhiroje të tretë me njerë nga ora 19 sonte do tjetë edhe dueli tjetër ndërmjet Ravecit 0-29 Sigal Prishtinës, ndërsa derbi do tjetë këtu nesër ndërmjet kampionit dhe nën kampionit Trepçës dhe Bashkimit, kurse dueli tjetër nga ora 17 do tjetë ai ndërmjet Golden Eagle Yllit dhe vllaznimit Singleton për një treshe e shkurtër dhe altjet. Herndon kontrollon gjithçka. Ndali lojën skuadra e Gopius Peës. E kanë tashmë avantazhin prej 3 pikëve. Jordan Johnson. Gatrohet me top, shkon disia i top tek Dardan Berisha. Përfundojnë sekundat e aksionit të skuadrës Peës. Tentoi Jordan Johnson të shkon me sulm të zgjatur, teksa kërkon falje, nuk arriti që të shkon deri në fund dhe shfrytëzoi kohën, por nuk arriti të pason në kohë. Topi humbur i Peës në një moment kritik. Minuta e fundit e përballjes. Adem Mekic, Jules blokohet nga Herndon. Blokad fantastike e Herndon. Jordan Johnson sillet, shkojnë me sulm të zgjatur, ndalen pejanët, e kanë e bërsin, ndërsa e fiton edhe personalen. Dardan Berisha që do tjetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Heroi Peës sot definitivisht do t'i ketë edhe 2 gjuajtje të lira. Ishin treshet e tij vendimtare në momentet më kritike të ndeshjes. Kapiteni i Peës, si dhe i përfaqësuese së Kosovës, pavarësisht moshës, edhe mëtej po e thot fjalën kryesore. E realizon pikën e 21, edhe njëri sak, 25 sekunda, 91-96. Time-out i kërkuar nga skuadra e Borës. Tashmë Pea plus 5. Problem të bëhet diçka më tepër, gjithsesi janë 25 sekunda. Shohim si do të rrjedhin këto 25 sekunda deri në fund. Me të vërtetë ndajshëm lojë fantastike sot ndërmjet Borës dhe Peës. Bora me një fytyrë plotësisht ndryshe, shumë më energjike. Ja vështirësoi shumë punët Peës gjatë gjithë takimit. Pati momentume shumë të mira. Ekipi Prishtinas gjithsesi në momente vendimtare. Përvoja tek skuadra e Peës del në skenë. Dhe tashmë e kanë edhe bërsin prej 5 pikëve kur kanë mbetur 25 sekunda. Edhe tek Pea tashmë e gjithë 5 që startuese me pikë dyshifrore, nga 22 pikë i kanë Green dhe Dardan Berisha. Jordan Johnson me 2-13, 13 pikë, 13 asistime. Fenomenal ka qenë edhe Johnson. Nga 11 pikë i kanë realizuar Musab Mala, si dhe qendra Alan Herndon, dhe 10 pikë tjera erdhen nga Edwards, që unë krit nga banka rezerv
edhe tek Bora, e gjithë 5 që startuese me pikë dyshifrore dhe më i miri Adem Mekic me 20 pikë, 10 kërcime, 8 asistime. 25 sekunda, shojmë si do të shfrytëzon skuadra e Borës, kërkohet një treshe nga Rezart Mehmeti, nuk vjen realizimi, merr edhe njerë Jetmir Zeqiri, edhe njerë do të tenton. Rezart Mehmeti nuk qëllon Singleton, e merr atop, po kërkohet treshja, Adem Mekic do të gjuan, para ti është Berisha, nuk e ndihmon as tabela, 3 tentime për treshe, nuk qëllon, por as nuk shkoj ai top. Te Green me gjithatë realizon Adem Mekic treshen që shumë e kërkoj skuadra e Borës 0.9 deri në fund. Kemi timeout të kërkuar nga trajneri Gibson. Topi do të takon skuadrës së Peës. E lusim regjin që të na rikthen edhe një herë realizimin e fundit nga Adem Mekic. U rishikua edhe një herë se sa kohë ka mbetur, 1.1 është deri në fund. Do të tentojmë Pejanët për pikë të reja, plus 2 janë. Armstead përfundon dueli fenomenal ndërmjet Borës dhe Peës. Me të vërtet ndeshje fantastike. Gopius Pea arrin fitoren 96-94 me ebërsi prej 2 pikëve. Realisht ishte rezultat real që të përfundon kaq ngusht. Bora tregoi lojë fantastike për dallim me 2 ndeshjet e para. Megjithatë tek Pea në skenë doli Dardan Berisha, kur ju desh më shumti me treshet e tij për të e marrë fitoren e tretë këtë edicion në paqë ndeshje Verdhe Zinjët. Për të përgëzuar loja e Borës, pavarësisht humbjes, me të vërtet treguan lojë fantastike. Për pak çaste të nderuar shikues, do të jemi me intervistat.